kryer detyra shumë të vështira, gjë që rritën nivelin e operacionalitetit të forcave të armatosura. Shqipëria nuk kishte marrë pjesë aq mirë, aq hapur më përpara, ndërkohë që ishte pjesë e një programi trajnimit vazhdueshëm nga forcat speciale amerikane këtu në Shqipëri. Ne kishim kurse të ndryshme dhe shkëmbime eksperiencash si këtu edhe në Gjermani, trajnimet përbashkëta me forcat speciale amerikane. Pasi u pa arsyeshme, u kërkua edhe nga ne që forcat speciale shqiptare të kalojnë në nivel tjetër, pra në nivel luftarak. Po si është kjo? Shqipëria nuk kryen më detyra luftarake, pasi ne kemi E ka fjalën më shumë tek armatimi, që për cilin po dëgjojmë. Po, forcat speciale sot janë të mirë pajisura. Janë të mirë pajisura me armatime. Denisi, vetëm për ta sqaruar, do thonë, çështja e ndërveprimit është një çështje që evolon në kohë dhe kërkon sepse ka disa nivele të ndërveprimit. Niveli i parë i ndërveprimit vjen në fushën e komandim kontrollit. Do thonë, flasësh të njëjtën gjuhë, të kesh të njëjtën logjik për komandim kontrollin, sidomos kur janë veprimet përbashkëta ushtarake. Pastaj vjen tek ndërveprimi për sa i përket armatimit apo pajisjeve ushtarake, sistemeve që ti ke. Procedura standard. Ne, do të thonë, nuk kemi tek ai niveli i sistemeve të sofistikuara, do të thonë, po flas teknologjisë lartë e tjerë, jemi tek, do të thonë, në ato operacion që është përfshirë atëherë trupat speciale, padyshim që, do të thonë, duke filluar nga pajimet e ushtarit deri te armatimi kanë qenë të konsultuara dhe të mirë menaxhuara edhe me ata që ne kryejmë aksionet përbashkëta dhe në atë kohë me trupat amerikane që kanë bashkëvepruar me trupat e forcave speciale. Në mënyrë që kalibri fishekëve të korrespondojë që çdo gjë që ka të bëjë me armatim municionin, që nga pajimet, po i them, ushtarit deri tek ajo që është, do të thonë, armatimi, do të thonë, por kur flas për ndërveprim ushtarak, kjo pastaj ka disa gjëra tjera të cilat ndoshta do të diskutojmë më vonë se si duhet ta shikojmë ne raportin e shpenzimeve ushtarake në ja tani po i vjen radha, prandaj po e ngacmoja bisedën tek duke marrë shkas nga termi që ju përmendet për ta pyetur pak si ka qenë dhe si është. Gjatë konferencës përbashkët për shtyp që kryeministri pati me presidentin francez Macron në datë 17 maj, pra një ditë mbas samitit që ishte mbajtur, sepse presidenti që ndroi një ditë më pas, ka folur në mënyrë eksplicite, pra shprehmisht për çështjen e shpenzimeve në lëmin ushtarak. Ne kemi shkëputur një sinkron për atë që ai thotë, do doja që ta analizoni pak dhe për të kuptuar se çfarë ka dashur të thotë përtej asaj që dëgjojmë kryeministrin. Ndjekim pak dhe rikthehemi në studio. Franca është një rast unikal që ka një ushtri nga ajat e zhëja edhe që mund t'i bëj vetë të gjitha. Po Shqipëria nuk mundet do ta ketë një ushtri të tillë, dhe si Shqipëria janë shumë vende tjera që nuk mund të kenë një ushtri që t'i ketë të gjitha deri tek arma bërthamore. Kështu që ne duhet të jemi komplementar në kontekstin e përgjithshëm dhe për këtë arsye duhet një plan i mirë menduar, i koordinuar, dhe nga ana tjetër ne nuk duhet harrojmë që Europa nuk mund të kthehet në një territor ku flitet vetëm për armë dhe ku mendohet vetëm për luftë. Kështu që ka dhe plot gjëra tjera që duhet i mbajmë mirë parasysh, se në fund të ditës, kur vjen puna tek Europa, unë besoj se ka dy territore për të mbrojtur. Territorin fizik dhe territorin shpirtëror. Nëse Europa humb në territorin shpirtëror, atëherë vlera e territorit fizik të Europës bie në mënyrë të ndjeshme, sipas meje. Pa dashur të bëjmë politike dhe debat politik me deputetin përballë të Partisë Socialiste, i cili më shumë vjen si specialist se sa si politikan, një pyetje kam për ju zoti Mediu. Po përpiqet të interpretonte ose të riprodhonte me fjalë të tjera J.D. Vancein, kryeministri me ato, pra Europa mos humbasi identitetin shpirtëror e tjerë. Se në Europë, me sa di unë, prej kohësh tani po flitet vetëm për luftë. Ai sa ndoshta ndonjëherë ngjanë të pruar, dhe vetë Putini tha nuk kemi ndërmend të sulmojmë njëri nga shpikët këtë që do t'ju sulmojmë. Jo, që Putini ka sulmuar e ka bërë fakt. Jo, mirë, në rregull, e kanë fjalën që në Europë edhe ka paralajmëruar, do të thonë se çfarë bën, por Europa ka vendosur që do të shpenzojë në industrinë ushtarake, do të thonë për nevojat e mbrojtjes rreth $150 miliard. Do të thonë vendet e apo ndoshta 860, okay. Pjesa, okay. Por që do të pra tregon një
përqendrim në investimet ushtarake, duke filluar nga Gjermania, e cila ka pas kaveatet e veta në ngritjen e niveleve operacionale dhe vendet e tjera, edhe si rezultat i diskutimit buxhetit të mbrojtjes, i cili pretendohet që 2% nuk është më i vlefshëm dhe duhet arritur nivelin e 5%, e cila është një barrë ekonomike jashtëzakonisht e madhe, do të thënë, për qeveritë e Bashkimit Evropian, por në situatën që është, me kërcënimet që janë dhe analizën që i bëhet çështjet sigurisë, do të thënë, shikohet si domosdoshmëri. Në këtë pikpamje dhe Shqipëria duhet shikoj. Unë pajtoj me faktin që themi Shqipëria është një vend i vogël, nuk mund t'i ketë gjitha, çështja është duhet t'i ketë, do të thënë, të gjithë elementet për garantuar sigurinë kombëtare, nuk mund të ecet vetëm e dependuar gjithkohës në nenin 5 të NATO-s, do të thënë që aleanca gjithmonë do të mbështesh ty kur ke një problem. Strategjia jonë e sigurisë kombëtare këtë ka bazë. Baza e pikës 5 kemi diskutuar një herë tjetër. Mban mend të kam pyetur se sa orë luftë duhet bëjmë ne që të aktivizohet neni 5. Neni 5 ka do të më tepër të bëjë me politikën. Përsa politika nuk është kaq solide sot, ne duhet mendojmë se kush janë kërcënimet tona si vend, problemet që janë në rajonin e Ballkanit, sepse prej saj rrjedhin edhe kërcënimet, problemet që kemi në çështjet kombëtare përfshi dhe Kosovën që përmendi ambasadori Bimo e kështu me radhë, për të parë se si duhet veprojmë. Dhe unë e kam thënë, për mua nuk mund mendoj që do krijoj një marrëdhënie që ndryshme investimesh buxhetore me Francën apo me Gjermaninë. Unë mendoj që edhe kjo është bindja ime dhe besoj që krijon efektivitet, siç e kanë bërë vendet balltike, edhe vendet e NATO-s në rajonin e Ballkanit, duke filluar Slovenia, Kroacia, Malizi, Maqedonia, edhe iniciativë që është marrë së fundi duke përfshirë dhe Kosovën, duhet përpiqen të bëjnë një politikë të përbashkët të shpenzimit të buxhetit mbrojtjes. Në mënyrë që të krijojë një deterancë të qëndrueshme ushtarake për të përballur dhe me atë që tha edhe miku im Deliu, sepse Serbia ka investuar shumë, është provokatore e problemeve të sigurisë në rajonin e Ballkanit, vetëm Kroacia përpiqet të përgjigjet do të në një nivel të caktuar investimesh ushtarake. Ne kemi nevojë të ndërtojmë një deterancë ushtarake të qartë në rajonin e Ballkanit për të frenuar konfliktet të mundshme, por kjo vjen si një lloj marrëdhënie politike. Dhe marrëdhënia politike, të gjithë ne që jemi marrë me NATO-n, ambasadori mund ta di shumë më mirë, vjen si element i parë politik që ti nuk ke probleme me vendet e tjera anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Pra ke marrëdhënie të drejta, të kuptimit të përbashkët, edhe të angazhimit të përbashkët, dhe kështu që ka nevojë për një marrëdhënie strategjike, ushtarake, politike me vendet anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit, për të ndërtuar një deterancë politike të përbashkët në analizën e çështjeve të sigurisë, edhe sidomos ballafaqimet siç vjen samiti që presim, por dhe të aleancë ushtarake. Dhe vite një pikë që diskutuam para se të vimë në emision, ne jemi ekonomi të vogla, nuk i kemi potencialin për të investuar në teknologji dhe të pajisje, dhe nuk është vetëm çfarë blen në mbrojtje, por edhe sa efektive, sa operacionale, sa të qëndrueshme, si funksionojnë këto. Dhe për ta bërë këtë të qëndrueshme, unë mendoj që ne mund të kryejmë prokurime të përbashkëta në mjete, pajisje dhe armatime, e cilat do arriste efektivitetin dhe operacionalitetin, por dhe ndërprushmërinë në radhë parë me vendet e tjera anëtare të NATO-s në Ballkan, por do të krijonte edhe një element tjetër shumë pozitiv, një element të një ekonomie të shkallës, e cila mund të ishte në interesin e Shqipërisë, po flas për mjetet ajrore, apo për mjetet etare, apo për mjetet toksore. Kjo mund të krijonte një shpërndarje në rajon që do ta bënte më të efektshme, do të thënë jo vetëm blerjen, por edhe mirëmbajtjen dhe operacionalitetin dhe ndërveprimin në rajonin e Ballkanit. Kjo ka qenë një bindje që ne kemi diskutuar edhe me aktorë tjerë politik bashkë me Deliun kur kemi qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që gjen një pajtim, do të thënë edhe me vendet fuqishme anëtare të NATO-s. Kështu ti mund të kesh industri ushtarake amerikane, apo industri ushtarake franceze, apo industri ushtarake gjermane, apo britanike, apo spanjolle, apo italiane. Sepse ata do të vinë dhe të investojnë në mënyrë qëndrueshme, nëse kanë një treg më të madh, ku kanë më tepër interes sa një treg të vogël që vetëm me shitje blerje dhe pastaj mungesë funksionaliteti. Mundet na sqarosh diçka më shumë për atë që donte thonë te kryeministri, pra do të jetë komplementare për plotësuese, ta themi shqip, dhe një plan i mirë menduar. E kam përshtypjen dhe ka fjalën për shpenzimet. Mendoj që nuk duhet nxjerrë nga konteksti, sepse ka të bëjë më shumë me logjikën që ose më saktë mbi trajektoren mbi cilën ka hyrë vetë aleanca ose ka hyrë kontinenti jonë, në trajektoren e shpenzimeve ushtarake, të cilat në fakt janë kthyer jo pak problem për shoqëritë europiane. Është e vërtetë ai tha zoti Mediu që ne jemi vend i vogël, kapacitetet janë të limituara, parat janë jo të thjeshta për të gjendur dhe sidomos për të shpenzuar për mbrojtjen. Por e vërtetë është edhe diçka tjetër që në fakt sot çështjet e mbrojtjes janë bërë prapë, nëse mund ta quajmë trendi in town, pra sërish flitet për mbrojtjen, është kthyer në një lloj legjitimimi ose ka një lloj legitimiteti më të madh sot të shpenzosh për mbrojtjen. E vërteta është po ashtu që vendi jon ka kaluar në një lloj historiku jo
jo trajektore normale në raport me shpenzimet e mbrojtjes. Dikur nga një shoqëri shumë e militarizuar dhe me gati 20 apo 30% buxhetit shtetit shkonte për mbrojtjen, në një vend që për disa dekada pati një lloj rënje dhe një lloj tërheqje sa i takon investimeve të mbrojtjes, trajtimit të oficerëve, trajtimit të ushtarakut dhe komponentit që zinte mbrojtja në shoqëri dhe në buxhetin e shtetit. Kur themi duhet parë me integruar si shkon kjo në raport me interesat kombëtare, si shkon kjo në raport me rreziqet, si shkon kjo në raport me ndërveprimin,